Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin e radhës. Jemi me Jonën dhe në studio kam piktoren Irjana Papamihali. Të falenderoj që e pranuat ftesën. Kemi zgjedhur të marrim personazhe të ndryshëm nga bota e artit dhe jo vetëm. Ndaj ju zgjodhëm juve si piktore në këtë podcast. Ju falenderoj shumë. Irjana, si ka nisur karriera juaj? Karriera ime i ka fillimet shumë të hershme që në fëmijërinë time, sepse duke qenë edhe vajzë artisti, i madh ka qenë piktor dhe mamaja ime soprano në opera, ata kanë ndikuar shumë në formimin tim. Dhe duke qenë se isha e rrethuar me dy artistë, atë gjithmonë pikturonte, dhe në bazë edhe kjo ka qenë një indicje. Një piktur është një poezi pa fjalë, ka thënë Horaci. Çfarë do të thotë kjo për ty? Kjo për mua ka qenë leitmotivi i gjithë krijimtarisë time, te kjo jam bazuar dhe është shumë filozofike, sepse asnjë piktor nuk del ta prezantoj punën e tij me fjalë, por është piktura që shpreh ato që do të thotë piktori. Cila ka qenë sakrifica juaj më e madhe që keni bërë për dashurinë tuaj të jetës, pikturën? Në fakt që të bësh artist, asnjëherë nuk bëhesh nga asgjëja, asnjëherë nuk arrihen gjërat në jetë pa mund. Un kam sakrifikuar shumë për artin, për pikturën, thash që në vegjëli, dhe aq më tepër që babai im nuk ishte shumë tip tolerant, donte që un gjithmonë të fokusohesha tek gjërat më të rëndësishme në jetë. Edhe sot jam shumë mirënjohëse atij për gjithçka un kam arritur, sepse nuk është se kam patur një fëmijëri normale, gjithmonë kam qenë e drejtuar drejt pikturës. Gjithmonë, gjatë gjithë kohës ke pikturuar. Po. Irjana, në cilën pikturë tënden ndihen më shumë ngjyrat e jetës? Në fakt, do thoja që në çdo pikturë ka një copë të shpirtit tim. Në çdo pikturë ka një histori të fshehur, jo vetëm tek pikturat e mia, por në përgjithësi artistët në çdo pikturë shprehin një histori. Prandaj është dhe thënia që çdo pikturë është një poem pa fjalë. Na ndal tek një pikturë jotja që ka atë pjesën më të rëndësishme të shpirtit tënd. Në fakt, së fundmi kam bërë një pikturë, e kam quajtur Harta e shpirtit. Ndoshta aty ka shumë gjëra për zbuluar. Kur në momentin që pikturon, si janë piktorët? Si duhet kenë një muzë, duhet kenë frymëzim? Mund t'i kapi për shembull frymëzimin gjatë kohës që janë duke udhëtuar, duke bërë punët e shtëpisë? Si pikturojnë piktorët? Sepse poezia shkruhet momentin që ti ke muzë, ke frymëzimin, po piktura? Në fakt, ai frymëzimi ose ai impulsi të vjen papritur. Dhe ti do detyrimisht që ta shprehësh, është si puna kur ke etje. Që duron do pish ujë patjetër. Aq më tepër kur është vap. Pra sa më shumë të forta të jenë emocionet, aq më shpejt do që ti japësh formë. Edhe më pëlqen ta krahasoj pak edhe me fotografinë, se e kam hobi dhe fotografinë. Kur shoh diçka të bukur, nuk arri dot aq shpejt ta vizatoj, e bëj foto. Dhe më pas e përpunoj. Dhe siç është fotografia të vizatosh me dritë, mendoj që të pikturosh është të japësh formë pikërisht ndjenjave dhe mendimeve. Pra ti në një pikturë i ke të përfshira të dyja. Më thuaj një moment, kujtoje një moment kur nuk ka qenë momenti për të pikturuar, por ti duhet ta bëje patjetër. Po ka raste që jam duke bërë diçka tjetër dhe në moment e lë dhe filloj pikturoj, ose mund të jem dhe shtrirë. Mund të jem në një gjendje, duket sikur është gjendje gjumi, por në fakt edhe kur shtrihem filloj mendoj edhe krijoj. Edhe çohem dhe e hedh në letër ose në telajote që më vjen në mend. E sa piktura ke bërë deri tani? Kam bërë shumë. Nuk numërohen? Ndoshta nuk do ta besosh, po i kam që 5 vjeç. Mi ka ruajtur babai im, që kur kam qenë fëmijë, edhe deri sot kam. Edhe punoj. Punoj, nuk ri kurrë pa punë. E përmende her pas here, e përmend babain tënd, të ndjerin Vilson Halimi. Si ka ndikuar ai në jetën tënde si artiste? Ai ka qenë njeriu, si thua, pika e referimit për mua,
Dhe në 2023 te Galeria e Arteve të Tiranës u mundsua që të bëj një ekspozit me punë të babait dhe të mijat. Edhe e titullova Mjeshtri dhe e Bia. Dhe për ta kuruar e kuroi Anila Zajmi, Katanolli, mikja dhe mentorja ime. Dhe duke qenë se ka titullin ekspozita Mjeshtri, për mua është jo vetëm baba, po mjeshtër. Me plot kuptimin e fjalës. Përmendët mentoren pak më parë. Pse është e rëndësishëm, pse duhet të jetë një mentor në jetën e një artisti? Mendoj që duhet patjetër. Thash, duke qenë se unë kisha babain, ai nuk jeton më, dhe këtë pjesë e kisha shumë të paplotësuar. Jeta e solli që unë të ritakohesha me Anilën, sepse isha nxënësja e parë e saj në liceun artistik, ku unë studioja për skenografi. Dhe më pas mbrojta diplomën me Anilën, përsëri nga Anila, dhe isha një rast i veçantë se dola jashtë Akademisë së Arteve për të gjetur udhëheqësen e diplomës. Tani jemi mike, shumë të mira, por që duhet mentori sepse ndonjëherë ti dashurohesh shumë me punën që bën. Duke qenë se punon dhe afeksionohesh, është si një fëmijë. Por duhet një mendje ndryshe që të thotë që dale se deri këtu e ke mirë ose të bëj kritikën. Patjetër. Çfarë ndodh me shpirtin e një artisti, Iriana, nëse ai për një kohë të gjatë nuk pikturon? Në fakt, unë vetë nisem gjithmonë nga përvoja ime, mërzitem. Kam një gjë të pa plotësuar, kam një gjë mangut kur unë nuk punoj dot. Se tani kemi dhe preokupime në punë, në familje. Dhe detyrimisht duke qenë dhe nënë dhe grua. Kemi ato. Po, krijohen bashkëllëqe, nuk mund të krijohen bashkëllëqe normalisht sepse familja ka kërkesa. Ndonjëherë hyj dhe në hak. Se lët sa gjëra pa bërë që ti fokusohem artit. Por, të them të vërtetën, artistët janë njerëz shumë të ndjeshëm, edhe unë. Disa gjëra në fakt i përjetojmë dhe më shumë se ç'duhet, dhe patjetër që artisti është një shpirt i trazuar. Pse shpirt i trazuar? Është sepse ndikojnë shumë emocionet. Qofshin këto pozitive ose negative. Sepse unë kam pikturuar dhe nisur nga ngjarje jo të këndshme për shembull, jo vetëm nga lumturia apo nga ngjarjet e bukura. Janë dhe ato ngjarjet që lën një shenjë te ty. Dhe patjetër që ke një mënyrë ndryshe për shembull kur ke qenë një moment jo të këndshëm. Kam bërë një zgrafito, ma të mora pjesë tek një ekspozit kolektive AZK and Friends, edhe kanë qenë dy binjaket, gënjeshtra dhe hipokrizia. Sepse në jetë, në fakt, fatkeqësisht ndeshemi me njerëz që dhe të zhgënjejnë, po dhe bëhen hipokrit. Më pëlqejnë më shumë njerëzit e vërtet. Çfarë mendon ti për hipokritët? Unë nuk kam forca të luftoj kundër së keqes. Thjesht përdor artin tim dhe mundohem me shumë qytetari, me shumë mirësi dhe mirësjellje që t'u jap të kuptoj që ta ndalojnë atë rrugë që kanë nisur. Është efektive? Po, unë do bëj timen, nuk dal dot jashtë kornizave. Do me thënë nuk i përgjigjem njerëzve me të njëjtën monedhë, se jo të gjithë janë të qytetëruar, edhe të mirësjell. Mundohem që unë s'dal dot jashtë kornizave të mia, kjo është. Është e vërtetë që çdo emocion merr formën e ngjyrave? Po. Është e vërtetë dhe këtë e kam testuar me nxënësit e mi. Sepse kur ka qenë mësimi i ngjyrave, u kam thënë si ndihesh ti sot. Dikush për shembull që ishte i mërzitur, zgjidhte një ngjyrë të caktuar. Dikush ishte i lumtur, ama kur i thoja që çfarë ngjyre përfaqëson për ju gëzimi, të gjithë nxirnin nga një ngjyrë ndryshe nga tjetri. Kështu që nga kjo del që ngjyra është shumë individuale. Pra çdo njeri pëlqen një ngjyrë që atij i përshtatet, i ngjit, i jep një përshtypje të caktuar, se ngjyra është ndjesi. Për shembull, ngjyra e kuqe mund të përfaqësojë zemërim dhe mërzitje? Po. Për disa fëmijë po. Nëse do ishte dikush që nuk do kishte sy, edhe si mund t'ja shpjegosh gëzimin ose mërzin, që ai ta parafrojë për shembull të zezën për mërzitjen ose të kaltën për shembull për lumturinë. Kështu që prandaj them ngjyra është ndjesi.
është përshtypje. Edhe personat që nuk shohin i ndjejnë ngjyrat. Patjetër. Po varet si ja shpjegon, gjithçka është tek interpretimi jona. Duhet dish ta interpretosh, duhet dish ta shpjegosh, sepse nuk ka receta fikse që kjo është kështu. Është ndjesi. Është ndjesi, po. Po si mund të shpjegojmë ndjesit, Iriana? Ja, prandaj është arti. Jep formë ndjenjave dhe mendimeve, prandaj ta thash atë që në fillim. Shumë e thellë. Po. Cila është një ngjyrë që nuk e keni përdorur kurrë? Të them të vërtetën, pothuajse të gjitha ngjyrat i përdor. Kjo varet dhe nga subjekti që ke, varet dhe nga ajo që çfarë do ti të thuash. Nuk mendoj që kam një ngjyrë që se kam përdorur. Pastaj me shumicë, me pakicë, kjo varet. Po ju thoni që pikturat lexohen. Po. Si librat? Si libra, jo. Por ka një gjë që siç përpiqemi ne të gjejmë në një poezi ato vargjet e pashkruara të autorit, ashtu është dhe piktura, të gjesh ato vargjet e pashkruara, do me thënë të gjesh mesazhin e fshet, por ama nuk e bëj kurrë pyetjen çka dashur të thotë autori. Është një pyetje që s'duhet ta bëj, mendoj unë një mësues. Sepse ta zëm. Marrim një pikturë, për shembull Mona Lisën që është e mirënjohur. E ti the mund tani çka dashur të thotë autori kur autori ka 500 vite që s'jeton më ose më shumë. Dhe pyetja e drejtë është që çfarë impakti ose çfarë ndjesie të jep ty kjo vepër ose çfarë mesazhi kupton ti. Do të thënë kjo pyetje çfarë do të thotë, çfarë ka dashur të thotë autori, duhet dalë fare nga leksiku. Nuk mendoj që është, jo. Sepse secili nga ne shikon sipas mënyrës ti një vepër arti. Po një autor që nuk jeton më, as ke për ta kuptuar, e di ai vet. E ka marrë të fshetën aty ku është. Po dhe një autor që jeton në ditët tona, s'ke mundësi gjithmonë ta marrësh ta pyesësh dhe ti thuash ç'ke dashur të thuash. Ti do ta zbulosh vet, kjo është e bukura. Nëse do të thoja të pikturoje një objekt që përfaqëson lumturinë ose trishtimin, tash me fjalë do më bësh një pikturë. Me fjalë. Me fjalë. Mua më pëlqen fotografia, thash, dhe ajo gjëja që mua subjekti im i parapëlqyer janë ret. Dhe sidomos në perëndim. Kur dielli është në atë ngjyrën e bukur, çdo gjë është e purpurt, dritë, ngjyra të kombinuara që nuk e di, mendoj që artisti më i madh është natyra, ka krijuar Zoti gjithçka në perfeksion. Edhe ka plot gjëra që më lumturojnë. Edhe një lule, edhe një re, edhe një buzëqeshje, edhe një shikim i ëmbël, edhe një fjalë mirë. Edhe një mace, edhe një zog, një dallëndyshe. Çdo gjë që është e bukur, mua më tërheq. Po ngjyra jote e preferuar cila është? Ngjyra ime e preferuar është viola. Pikërisht atë ngjyrë me re dhe qielli kur fillon të perëndoj. Po. Nëse do t'i vendosje një ngjyrë realitetit shqiptar për të rinjt, sepse ti punon me brezat e rinj, cila ngjyrë do ishte ajo dhe pse pikërisht atë ngjyrë do zgjidhje? Me brezin e ri në këto kohë është sfidë të jesh mësuesi tyre. Me gjithë problematikat që mbart shoqëria, edhe prindërimi sot është shumë i vështirë, sepse prindrit janë të detyruar të punojnë deri vonë dhe nuk mund të them që e kanë fajin prindrit. Këto janë plagë të kohës që i vuan pastaj brezi i ri. Por duke qenë se unë e kam zgjedhur të jem mësuese dhe në shkollën ku jap mësim kam 23 vjet, unë e dua punën që bëj dhe pikërisht kënaqësia janë nxënësit. Ata janë motivimi im. Me gjithë problematikat dhe vështirësitë që kanë. Kështu që për mua ata janë drita, ata janë jeta. Nuk mund të gjej një ngjyrë për t'i identifikuar tamam. Sepse kanë ato luhatjet. Pra, nëse unë do zgjidhja një ngjyrë ka tonalitete të çelura dhe të errta. Dhe në një ditë ai nxënësi mund të jetë dhe te tonalitetet e errta dhe te të çelurat. Varet si e përjeton ai ditën. Realiteti flet dhe ne jemi tashmë dëshmitar të një fakti që shumë të rinj janë larguar nga vendi. Çfarë mesazhe do kishe ti për ata të rinj që u larguan dhe si mund të ndikoje me anë të një mesazhi që ata të ktheheshin sërish?
Unë po jap eksperiencën time. Kam qenë dhe unë si shumë shqiptar në 93-shin që u largova nga Tirana dhe vajta në një vend të huaj. Kam ndetur 2 vjet atje dhe jam kthyer. Dhe sot them sa mirë kam bërë që jam kthyer dhe nuk jam bërë pishman. Sepse çdo vend është i mirë për atë që jeton. Pra guri i rënd në vend të vet. Sado të shkosh andej, unë për vetë jam shumë e lidhur me familjen, me njerëzit, jam njeri social, dua miq, shoqëri, nuk mund të pretendoj të shkoj në një vend të huaj, pavarësisht që di gjuhë të huaja. Do me thënë mua më ndihmoi dhe kjo pjesë që dija gjuhë dhe nuk e ndjeva veten fort të huaj, por në një vend ku ti jetosh vetëm ç'kuptim ka jeta dhe kur mendon pastaj që ti u shkollove, okay, mund ta bësh shkollën atje shumë mirë. Ama kur kalon shumë vite dhe kthen kokën pas dhe sheh që je plakur, kanë kaluar 10-20 vite dhe ke humbur shumë njerëz të dashur, s'ke mundur t'i takosh dhe vjen një moment dhe vjen këtu dhe të duket pastaj vendi yt si vendi huaj. Vendi yt dhe ti nuk e njeh më dhe thua përse ndeta andej, mendoj që duhet të shijohet familja, prindi, fëmia, motra, vëllezër se jeta është shumë e shkurtër. Dhe kemi qenë shumë mirë të lidhur bashkë dikur. Kjo më mungon. Janë bërë njerëzit më të ftohtë dhe mendoj që është më mirë, unë e dua shumë vendin tim dhe derisa të vdes do mundohem të jap më të mirën time për vendin tim dhe për brezat e rinj. Vetmia, Eriana, çfarë është vetmia për ty? Po do ma krahasosh edhe me një ngjyrë, se ngordha për ngjyrat. Po patjetër, është profesioni. Mua vetmia më ha. Do me thënë, do të më dënosh, më lër vetëm në një dhomë, pavarësisht se mund të bëj një pikturë dhe një vepër arti, mund dëgjoj muzikë, sepse edhe muzikën e kam shumë pasion. Po mos isha bërë piktore, patjetër do isha bërë pianiste, ose nuk e di, balerin ndoshta, se di. Vetmia duhet, po jo shumë, se pastaj të gryen. Dhe vetmin të grija do ta karakterizoja si ngjyrë. Është e keqe, errët. Jo e keqe, shiko, nuk ka ngjyra të këqija. Nuk mund të them ngjyrat unë i dua, janë të bukura se janë në shërbim dhe i kemi edhe në natyrë. Por vetmia e pa kombinuar gria me asnjë ngjyrë tjetër. Po, është neutrale. Prandaj vetmia nuk kombinon me gjë tjetër. Mirë që lëzoti vetëm, them unë. Jeta prandaj është e bukur se kemi njerëz të mirë afër. Mesazhet e Zysh Irenës janë fantastike. Faleminderit. Pa, një ndjesi që të frymëzon. Kur ti ndihesh ashtu duhet pikturosh patjetër. Unë frymëzohem nga e bukura, edhe nga, të thash, nga emocionet. Për shembull, në shtëpi kam 5 orkide. Edhe kur i mbledh bashk, i kam bërë dhe një pikturë. Më dhan aq shumë gëzim, aq shumë dritë, i dua shumë lulet, i flas atyre. Orkideve, i përkëdhel, se janë i flet luleve. I flas se janë bim, janë gjë gjallë. Kuptojnë? Kuptojnë për sa kohë çelin, lulëzojnë edhe nuk e varin kokën. E kështu që kam bërë një pikturë me orkide, së fundmi, me të pesta. Me të pesta. Për lule tjera çfarë ke në shtëpi? Kam lule pastaj në balkon. Po këto orkidet i veçon. Orkidet i veçoj, po. Më pëlqejnë lulet. Se të them. I dua shumë, sidomos më mungojnë lulet që mbanin erë të mirë. Po sot nuk ka më. S'ka më. Më mungojnë trëndafilat me erë që të ngopin, të kënaqin edhe të mbushin shpirtin. Po libra lexon? Libra lexoj. Kam pas lexuar shumë. Kam një bibliotekë shumë të pasur, se prindrit e mi të dy blinin çdo vëllim që dilte. Edhe të them të vërtetën, Remarku është shkrimtari im i preferuar. Ndonjë frazë ose rresht ose situatë të përshkruar në librat e tij, që të shoqëron? Nga Remarku nuk më vjen në mend tani diçka, po më vjen nga Orhan Pamuk, kur kam lexuar Unë jam e kuqja. Ai e identifikonte veten me ngjyrën e kuqe, shumë e bukur. Dhe thoshte që respekti nuk lind nga zemra. Respekti përbëhet nga rregulla. Edhe këtë në fakt ja u them dhe nxënësve. Respekti janë rregulla që duhen mësuar dhe duhen zbatuar. Po dashuria. Dashuria ka lidhje me zemrën. Dimension tjetër. Është tjetër dimension. A shkruan Orhan Pamuk për dashurinë? Po,
Besoj se po. Nuk e lexuar asnjë? Po, unë jam e kuqja kam lexuar. Patjetër. Jo, që flet për dashurinë. Jo. Kam lexuar plot autor, Pablo Coelho, Khaled Hossein, Një midje vezullues më ka prekur shumë. Por më pëlqen pak letërsia e mirë, jo limonat. Kam lexuar kur isha në spital me tim shoq që pati një operacion të vështirë, kam lexuar Raffaello Un Dio Mortale, që e ka shkruar Vittorio Sgarbi, edhe librin e Rita Petros, Lindur së prapthi, duke qenë se ajo është në një lagje me tim shoq dhe pak a shumë i njeh personazhet, dhe në fakt e kam kaluar mirë atë pjesën e të qenit në spital atje. Zgjodhe mënyrën më të mirë për të kaluar dhimbjen. Dhimbjen thënë se pikturë s'bëja dot, po të paktën letërsinë mund ta marrësh me vete një libër kudo që të jesh. Ta përmenda dashurinë që par shpesh herë identifikohet me ngjyrën e kuqe. A mund të ketë dashuri që identifikohet me të zezën? Po, mund të identifikohet me të zezën sepse varet përfundimi. Qofse do me thënë ka qenë e kuqe në fillim, edhe ndonjëherë ndodh që zhgënjesh dhe nga njeriu më i dashur, më i afërt që ti ke. Vjen një moment thua e njoh mirë se pas kam njohur. Por familja tek e fundit është një institucion që ndërtohet nga dashuria edhe nga sakrificat. Nëse bota s'do kishte ngjyra, si do e shikoje? Pyetje e vështirë. Nuk e di. Nëse s'do kishte ngjyra, pastaj do përdorja gjuhën e shpirtit. Si mendon, Iriana, artisti e ka detyrë ta reflektojë realitetin shoqëror me artin e tij apo ta sfidojë atë? Duke u nisur nga historia e artit, që shumë artistë kanë protestuar për luftra, për ngjarje të dhimbshme nëpërmjet pikturës. Për shembull, Picasso bëri Guernicën në 1939-ën, thjesht u nis nga një ngjarje vërtet që ndodhi, po në këtë qytet, që u bombardua qyteti nga gjermanët dhe vdiqën shumë të pafajshëm. Dhe po ta shikosh, ajo pikturë është bardhëzi, gri, si kronikë e një gazete. Pra, këtu bëhet lidhja e temës me ngjyrën, me ngjarjen. Dhe në një farë mënyre artisti proteston, ose Francesco Goya. Është një artist që për kohën ku jetoi protestoi nëpërmjet gravurave të tija. Kapriçot janë shumë, domethënë se dhe sot, dhe madje njerëz nga këto, për gjumja e arsyes, prodhon përbindsha, un kam bërë një shkrim. Sepse për shumë problematika që un kam gjetur penën, shkruaj artikuj te portali shkollor për problematikat e arsimit, të prindërimit, të sfidëve të kohëve moderne, për shumë gjëra që un has në punën time si mësuese, po dhe si artiste. Ke zgjedhur të shkruash në këtë rast, ti më ta pikturosh. Po dhe shkruaj, po. Ne kemi vënë këtë pikturën dhe duam të na interpretoni. Do të thënë, një analizë bërë pikërisht nga një eksperte. Shumë kënaqësi. Duke qenë se jam dhe autore i librave të teksteve shkollore me një shpibotuse, s'po e them emrin. S'ka gjë thuaje se me Albasin dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kam 10 vjet. Si në Shqipëri dhe në Kosovë, kjo gjë më ka bërë që të hyj gjërave të thellohem. Dhe më pëlqen shumë tani që jam në një stad të karrierës time që si në pikturë, në letërsi, në analizë pikturash thellohem shumë, domethënë të kapësh thelbin. Pjesa e anës sipërfaqësore tashmë nuk është më tek unë. Ka mbaruar. Pjesa akademike që shiko e bëj, çfarë shikon ta bësh. Jam në tjetër stad. Dhe fatkesisht Van Goghu, si shumë artistë të tjerë, u largua nga kjo botë me shumë pengje, do thoja, unë ose kam jetuar, por duke marrë parasysh gjithë jetën e tija, dhe ka patur një sëmundje të rëndë mendore, dhe fatkeqësia e tij ishte që bota u fokusua më shumë tek sëmundja e tij mendore, se sa tek talenti që kishte ai për pikturën dhe dashuria e madhe që kishte ai për pikturën, që nuk jetonte dot një ditë pa pikturuar. Dhe i përket periudhës së post-impresionizmit, jemi në fillim të shekullit të 20. Miku i tij më i ngushtë ishte Paul Gauguin. Van Goghu ishte holandez, por lëvizi në Belgjik, pastaj në Francë i vllai ishte tregtar vepra sharti,
Dhe ai e ndihmoi. Do të thënë gjithë pjesa artistike e Van Goghut, mbështetja e madhe ishte nga i vllai i tij. Dhe ai vetëm një portret shiti sa ishte gjallë. Kjo pikturë mendoj unë është si testamenti i Van Goghut që i ka lënë botës. Që me forcë të madhe ai shpreh të gjithë talentin e tij dhe gjithë atë potencial të madh artistik që kishte si gjeni. Sepse duket sikur proteston që thotë shiko unë jam ky që jam edhe mos shikoni pjesën errët. Të mendoni që ishte thjesht një sëmur mendor. Por shikoni pjesën e bukur, artin që ai la pas. Kjo është si testament dhe këtu ka dy plane. Kemi planin e parë që është një qytet ose qytez e përgjumur, duket sepse është prandaj quhet natë me yjes, Starry Night. Duket sikur janë të përgjumur, nuk ka fare lëvizje dhe ka një kontrast fantastik me pjesën sipër te qelli, ku gjithçka është si një simfoni, ku gjithçka vallëzon dhe ngjyrat e preferuara të Van Goghut patjetër që është e verdha edhe bluja, e kaltra bluja. Dhe këtu ky kontrast fantastik dhe kiparisat që ai i do shumë. Ndoshta simbolizojnë diçka për të, unë nuk e di, por që janë pemë shumë elegante, pse thon, e ka shtatin si selvi themi ne në Shqipëri, jo më kot. Dhe hëna duket sikur është mbretresha e kësaj mbrëmje dhe të gjithë lodrojnë dhe vallëzojnë rreth e përçar kësaj dhe ato rret janë si flok, si onde. Mua më duken si flokët e një vajze. Do me thënë ka shumë histori brenda kësaj pikture. Do me thënë komplet e bukura që qëndron në qiell. Patjetër. Edhe plani poshtë, po ta vësh re, Van Goghu nuk i ka dhënë shumë detaje dhe shumë rëndësi, sepse rëndësi merr pjesa sipër. Qielli dhe nëse flasim për lëvizjen dhe teksturën në pikturë, patjetër që të shkon mendja te Van Goghu. Është e identifikueshme e thjesht se ju dhe e njihni artin e tij. Edhe pikturonte me impasto, pra punonte bojën pak trash, edhe duket, po ta zmadhosh pikturën e Van Goghut, duket penelata me bojën e trash, pra ka një meritë sepse ka teksturë piktorike brenda në pikturat e tij dhe pastaj pjesa tjetër që është duhet interpretuar nga ata që e kuptojnë në fakt se 20 persona mund ta shohin, po të 20 e interpretojnë në mënyra të ndryshme. Patjetër dhe prandaj arti është i bukur se çdo njeri e interpreton sipas mënyrës së vet. Por duhet një drejtim. Se jo të gjithë e kuptojnë dhe mesazhi i Van Goghut në këtë rast ishte që mos gjykoni atë që unë bëra më pas, përfokusoni tek vepra ime, tek ajo që punova gjithë e kontribuova. Edhe fatkeqësisht nuk u vlerësua sa ishte gjallë. Kjo është pjesa mendoj e dhimbshme e shoqërive, të gjitha kohërave, që sa e gjallë ndoshta të kalojnë harres ose të shpërfillin, janë këto xhelozit ose të smirat e njerëzve mes njëri tjetrit, pse ti arrite diçka se arrita unë. Edhe duhet fokusohen më shumë tek puna dhe nëse dikush bën një punë të mirë, unë për vete jam e para që i them bravo. Edhe unë për veten time nuk them që kam arritur majat. Jam një njeri që do mësoj gjithmonë derisa të vdes. Kam arritur deri këtu me punë, sigurisht. Falenderoj gjithë miqtë që më mbështesin, por asgjë nuk arrihet vetëm. Do të thënë suksesi nuk arrihet vetëm, por nuk pate njerëz afër. Okej, po të kishe marrë sot lapsa edhe do të thoya të bëj një portret mua kështu si Olga. Do të bëja një portret, po nuk do arija dot të përgjigjesh ashtu si duhet. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi.